Normal, namazi I vitrit, kjo pasit kryet taravija ketë, përmbyllet me namazin e vitrit. Namazi I vitrit është namaz vitër, që do thot tek. Tek, po. E pse I thoj namaz tek? Namazi I natës edhe namazi I taravive, këto falen nga 2 rekate. 2. Që ka thonë Resulullahi? Ka thonë nëse frigohësh se po e falë, po zënë sabahu, atëherë do të falësh tek. Do të falësh 1 rekat. E tash neve nuk në ndodh ajo letë se ne nuk falemi edhe nuk kena kondicion me falë gjithë natën, sikur që kanë falë sahabët, po na tregojmë si janë falë ato që bare s'paku që jemi në rrugën e tyre. Nuk e kena atë kondicione atyre. Ai ka thonë, e falin 1 rekat më të funit që mos qëzojnë sabaj me qift. Pra duhet tek më falë namazi I vitrit. Ajo falet kur ti krish kejt nafilet të cilat I kije natën. Edhe ti, nëse mendon mas namazit taravive, prap me vazhduan, me falë nafile namaz, mas I të kthesh për xhamia të shtëpia, vitrin do ta lish më në fund. I ka thonë Resulullah e ka pyet Ebu Bekrin. I ka thonë, kur e falë ti vitrin? Ka thonë, une në fund natës, qona, para sabajt, e fali vitrin. E ka pyet Omeri radiallahu anhu. Kur e falë ti vitrin? Ka thonë, une e fali vitrin në fillim të natës, se nuk I besoj vetës, se mundet me mëzon gjumi, me hiko e sabajt edhe me më ik vitrin. Ka thonë Ebu Bekri, ti e ki morë me emanet, a ti e ki morë me fuqi. Ebu Bekri, ti e ki morë me emanet, ti e ki morë me fuqi. Do thot, edhe ai e ka pas mirë, që ka falë fillim të natës, edhe ai që e falë para sabahut, e ka pas me vend. E tash, qka është hukmi, apo dispozita e saj? Të djetarët, disa kanë thonë është vajib, disa kanë thonë është sunet. Namazi I vitrit. Pse thojnë ato vajib? Resulullahi asë njëherë nuk e kalon këtë. Asë në rrugë nuk e kalon. Asë në rrugë kur ka qenë, se në rrugë suneti nuk falet, farzi shkurtohet, ama vitrin e ka falë. Këta qirtë, pse thojnë është sunet, apo sunet I fort? Të thojnë se, së kur ti themi edhe ati vajib, a I po hinë rangin e farzëve, e 5 kohët namazit, a në për hadise, për menet se 5 vakte janë obligim për njerit. Atëherë për duhet me thonë 6 namazë janë në ditë. Për mës me thonë 6 namazë, ka thonë është sunet I fort. Njerëzit kanë herë po kundërshtojnë këtë, pse po thoni sunet a janë vajib. Kur themi sunet, nuk themi që duhet me lanë vitrin. Në mërim bojmë dalim. Në praktik nuk bojmë dalim. Kjo nuk duhet të lijet. Edhe pse nëse, edhe ti thu, valla, une ma mirë pi thomë vajib. Une po I thomë sunet. Si të dush quje, me lanë mëse le vitrin. Kjo është qëllimi I vitrit, e jashtë kësaj e ka edhe një do vitri atër, do thonë, po e mbil për fund, për sante, I dhash fund, edhe shka, e bojmë doa në kunutit. Doa e kunutit është qelë, ban doa qka të dush se në hadis ka ardhë, se Allahu në pjesën e 3 të natës zbret, edhe ly prej robëve të ti, a ka dikush dhe një luqje, a ka I pritë luqjet e besimtarve në atë moment, edhe kjo është kjo të themi, kjo kodit, apo kjo dispozit, që më në fund të falim edhe të bojmë doan e kunutit, që me bo luqje të cilët me dhonë për fund. Kur është pjesë e 3 të natës? Shumë e pysin këtë pytje. Si? Pjesë e 3 të natës, kur është? Kur zbret Allahu? Po. Daja nata, pikur hikoha e jacijës, deri kohën e sabajt. Në 3 pjesë daja, që ajo pjesë e natës? Pjesë e fundit? Pjesë e fundit, pjesë e 3 e fundit natës.